Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Kaf, pasha Kuranin e madhrueshëm. Kaf, betohem në Kuranin e lavdishëm. Allahu i lartësuar betohet në Kuranin e lavdishëm. Kurani është shumë i gjerë dhe madhështor në kuptimet dhe urtësitë që përmban. Cilësimi end me gjithë vjen nga fjala end mejd, që do të thotë me kuptime dhe urtësi madhështore. Pa dyshim, fjala e Allahut e urtë dhe të gjithditur është me denja për patur cilësitë e tilla. Kurani përmban njohuritë, dituritë dhe urtësitë të parëve dhe të fundit. Sjellja e tij është më i larti dhe më i mrekullueshmi. Fjalët e tij janë më të plota dhe më shpreheset. Kuptimet dhe urtësitë e tij janë më të bukura dhe më gjithë përfshirëset. Tërë këto cilësi të bëjnë që ta besosh dhe ta pasosh plotësisht dhe pa u vonuar udhëzimin e tij. Ato të bëjnë që të shtrohesh për të zbatuar me përuni si çdo porosit e tij. Ato, gjithashtu, të nxisin që ta lavdërosh dhe të shprehësh mirënjohjen maksimale atij që i dhuroi Allahut të madhruar. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk i çmojnë dhuratat dhe mirësitë që Zoti u dhuron dhe nuk u kushtojnë me mendjen e duhur. Po, ata janë çuditur që nga mesi i tyre u ka ardhur një paralajmërues e mohuesit thonë, kjo gjë është e çuditshme. Ata u habitën që nga gjiri i tyre u erdhi një profet. Ata u çuditën që u vajte një profet, i cili u tëviqe vërejtjen për çdo gjë që i dëmtonte dhe i mësonte çdo gjë të mirë, që u sillte dobi dhe lumturi. Zoti e përzgjodhi këtë profet nga gjiri i tyre, në mënyrë që ata ta kishin plotësisht të mundur të njihnin sinqeritetin dhe virtytet e tij të larta si vërjedhoj, ta dëgjonin, ta besonin dhe të ndiqnin në rrugën e tij. Atëherë, këtu nuk ishte asgjë për t'u habitur. Ajo ishte mëse normale dhe plotësisht në përputhje me urtësinë dhe mëshirën e Allahut të madhruar, i cili u lehtëson gjithmonë krijesave gjetjen e rrugës së drejtë. Për t'u habitur ishte vetëm arsyetimi i tyre i mbrapsht. Në fakt, ata nuk vuanin as pak nga temetat mendore, por çudia e tyre për profetin e Zotit vinte nga prirja e tyre djallëzore për mohimin e të vërtetës. Prandaj i lartësuari i quan ata kafirun, jo besimtar, kur thotë, jo besimtarët thonë, kjo është vërtet shumë e habitshme. Habja e tyre shpjegohet me dy mënyra, një. Të ishin të sinqertë në fjalët e tyre, dhe kështu kjo tregonte ignorancën e thellë dhe logjikën e mangët të tyre. Në këtë mënyrë, ata i ngjanin atij budallajt që çuditet dhe qesh me fjalët e një të mequri, ose frikacakut që çuditet me tërimin zemërluan, që suret si shigjet në mes të armikut dhe lufton, ose i ngjanin kupracit, i cili habitet me bujarinë e njerëzve zemërmirë eti. E çfarë dëmi mund t'i sjellë habja e këtyre të mangë, të atij që sheh me dritën e imanit? Pe çuditse 2. Të shfaqnin çudi në formë përçmimi, pasi e dinin shumë mirë se e vërteta ishte ndryshe, dhe kjo konsiderohet si grata më e ulët dhe më e shëmtuar e padrejtësisë. Me poshtë, Allahu i lartësu, anashtjellon me shumë shkakun e habisë tyre dhe të mospranimit të profetit. Vallë, a pasi të vdesin e të bëhemi dhe do të ringjallemi? Ai kthimi është i largët. Vallë, a do të ringjallemi pasi të vdesim e të bëhemi dhe? Ata, me një nai vitet të pabesueshëm, pra asuan pushtetin absolut të krijuesit të gjithësisë nga hiçi, atij që është i plot nga çdo këndvështrim, me pamundësinë dhe fuqinë e kufizuar të njeriut. Nga padituria e thellë, ata gjykuan padrejtësisht rreth Allahut të gjithditur për gjithçka që ka krijuar. Por i madhruari u kujton atyre një fakt shumë të thjeshtë, që ata të bindën sa më parë për fuqinë e tij absolute për të ringjallur krijesat. Na dim çka do t'ua mungoj tokë atyre pasi të vdesin, te ne është libri që i ruan të gjitha. Ne dim se çka ato ka prej tyre. Allahu i lartësuar i din e imësi edhe se çfarë ato ka prej trupave të njerëzve gjatë të qëndrimit të tyre në varre. Çdo gjë është shkruar me përpikmërinë e Lehu i Mahfudh, në librin e tij të ruajtur nga ndryshimet apo nga mangësitë. Te ne është libri që ruan gjithçka. Atje është shkruar gjithçka që do të ndodhë me njerëzit gjatë jetës dhe pas vdekjes. Kështu, Allahu i lartësuar argumenton për vërtetësinë e ringjalljes, duke na kujtuar dijen e tij absolute mbi gjithçka. Aq më tepër, ta mohuan të vërtetën kur u erdhi dhe ata janë në gjendje të luajshme në çështjen e profetnisë. Ata e mohojnë të vërtetën kur ajo vjen. Shkaku i habisë së tyre ishte mohimi dhe armiqësia ndaj të vërtetës. Ata thjesht nuk donin ta pranonin të vërtetën e sjellë nga profeti besnik i Zotit të gjithësisë. Duke qenë se nuk kishin asnjë arsye dhe argumentin për të refuzuar të vërtetën, ata ishin gjithmonë të çoroditur dhe të paqëndrueshëm me fjalët dhe pretendimet e tyre, siç thotë i gjithdituri, dhe janë vazhdimisht të luatur. Ata i karakterizonte një pasiguri e thellë në çdo arsyetim që paraqisnin. Asnjëherë nuk i qëndronin një fjale. Herë thoshin se ai Muhamedi Asa ishte magjistar, herë i çmendur, herë po dhe herë orator. Pastaj i deshin te Kurani dhe i bënin gjithçfarë lloj cilësimesh, si poezi, magji, përrall nga e kaluara eti. Secili ja këpus të fjalëve sipas shefit të vet. Njerëzit që mohojnë të vërtetën janë të çoroditur dhe pa një qëndrim të qartë.
Ata janë gjithmonë kontradiktor në fjalë dhe arsytim, ndërsa ata që e besojnë të vërtetën me bindje dhe siguri të plot, ata janë të qëndrueshëm, të qartë dhe të paluajtur nga rruga e tyre. Veprat e tyre janë në përputhje me besimin dhe fjalët që thonë. A, nuk e kanë shikuar ata qiellin që qëndron mbi ta, si e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, e i cili nuk ka kurfar të mejtë e çrregullimi. Pasi fori për gjendjen e jo besimtarëve që mohon profetët, Allahu i lartësuar i fton ata që të veshtrojnë shenjat e tij në natyrë për të mesuar mbi pushtetin absolut e tij. Kështu, i madhruar i thot, a nuk e veshtrojnë qiellin sipër tyre, nuk është e nevojshme që të lodhesh shumë për të konstatuar madhështinë e Allahut dhe të krijimit të tij të mrekullueshëm. Mjafton të hedhësh veshtrimin lart në qiell për të parë vejgullsinë dhe bukurinë e krijimit të Zotit të gjithësisë se si e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, pa lejuar në të asnjë të qartë, pikëçuditse vereni se si e kemi ndërtuar qiellin me rregullsinë dhe qëndrueshmërinë e tij të pabesueshme. Pastaj shihni yjet që e zbukurojnë atë për çdo sy që sheh. Në këtë madhështi nuk mund të vëresh asnjë të qartë, asnjë defekt apo çrregullim. Allahu i lartësuar e ka bërë qiellin si çati mbrojtëse për krijesat e tokës dhe ka vendosur në të gjëra që konsiderohen si domosdoshmëri për jetën në tokë. Tokën e kemi shtruar dhe në të kemi shpërndar malet të palevizshme dhe kemi bërë që nga ajo të mbinë gjithçfarë lloj bimesh të bukur. Edhe tokën e kemi shtrirë dhe kemi vendosur në të male përforcuese. Vështroni tokën, se si Allahu i lartësuar e shtrirë dhe bëri të qëndrueshme për banorët e saj. Ai e rregulloi atë në mënyrë që çdo krijesë mund të jetojë dhe të plotësojë nevojat e veta në të. Allahu i lartësuar vendosi në tokë malet që shërbejnë si përforcueset e saj, që ajo të mos ishte e lëkundshme dhe e pabanueshme. Ne kemi bërë që në të mbinë larmi bimesh të bukura. Përveç shmërisë, Allahu i lartësuar e pajisi tokën me gjithçka të nevojshme për zhvillimin e bimësisë me të gjithë larmishmërinë dhe hijeshinë e saj. Kush vështron këtë bimësi, gjen kënaqësi dhe qodhje, ai që mediton rreth tyre, habitet dhe mrekullo, ai që pret prodhimin e tyre, që të so, edhe gëzohet. Allahu i lartësuar e solli këtë mirësi si ushqim për bijtë e Ademit dhe për kafshët e tyre, për të menduar dhe këshilluar çdo rob që i drejtohet Zotit të vet. Këto janë dëshmi të dukshme dhe këshill për çdo adhurues që kthehet i penduar e i bindur. Kush vështron dhe mediton në këto mirësi të dhuruara nga i gjithëmshirshmi, shërohet nga verbëria që sjell padituria dhe mohimi. Këto janë argumente shumë të qarta që ushqejnë besimin. Ato janë edhe një këshill dhe kujtim për zemrat e pavëmendshme, që të kujdesen për të arritur të mirat të kësaj dynjaje dhe të ahiretit, duke përkujtuar dhe zbatuar porositë e Zotit dhe të profetëve të tij. Ato nuk janë ditë dhe kujtim për çdo lloj njeriu. Prej tyre nxjerrin mesime vetëm ata që Zoti ka përshkruar si të kthyer tek ai me pendim të sinqertë, me drojë, me shpresë dhe dashuri për të, si edhe të bindur dhe pasues të profetit të tij. Ndërsa për ata që i kthejnë shpinën profetit dhe librit të Zotit nuk vlen këto shenja dhe argumente. Vërejtjet e shenjat nuk i bëjnë dobi një njeriu që nuk beson. Ne nga qielli lëshojmë ujërshiun e bekuar dhe bëjmë që me të ujiten kopshtijet dhe dritërat që korren. Ne e lëshojmë nga qielli shiun e bekuar dhe me të bëjmë të mundur që të mbinë e të lulëzojnë kokshtet e kora, pa ujin e begatshëm që Zoti e zbren nga qielli, nuk ka mundësi të jetojë asnjë gjallësi në tokë. Nëpërmjet tij i mëshirshmi jep jetë gjithçkaje. Kështu lulëzojnë kopshtet, rreshtat, avrumet plot të ishi dhe aromë, çeget, mollë të çdo fruti i shijshëm dhe i këndshëm. Me të rritën edhe të lashtat, si gruri, elbe, orizi dhe palmet e hurmës së lartë me kalavesh njëri mbi tjetrin. Edhe palmat e larta hurmash me vile frutash të vendosura njëra mbi tjetrën si furnizim për njerëzit. Shikoni hurmat e larta me degët e rënduara nga frutat palë, aq të dobishme për njerëzit dhe kafshët. Njerëzit ushqehen me to që në qastin që i vjelin të fresta, por dhe mundet t'i magazinojnë për me vonë. Me to ushqejnë edhe kafshët e tyre shtëpiake. Nëpërmjet ujit që zbren nga qielli dhe atij që buron nga toka, Allahu krijon lumenjt, aq të nevojshëm për jetën në tokë. Uji është vërtet jetë, siç thotë i lartësuari me pas, ne e ngjallim me të. Ujin tokën e vdekur. Kështu do të jetë edhe ringjallja juaj. Të gjitha këto krijesa të mrekullueshme, të mëdha dhe të forta, janë një dëshmi e pamoshme për pushtetin dhe fuqinë absolute të Allahut të lartësuar. Bukuria dhe rregullsia, meria dhe jeshia e tyre tregojnë qartë se Allahu i lartësuar është me urti dhe gjithë dituri për gjithçka dhe në hollësi. Nevoja e madhe që njeriu ka për këto krijesa dëshmon për mëshirën e madhe të Allahut, e cila ka përfshirë gjithçka, dhe për bamirësitë e tij, që prek çdo gjallësë. Kjo gjithësia rregullt dhe madhështore tregon qartë se Allahu i lartësuar është i vetëm dhe i pashoq në pushtetin dhe mbretërimin e tij. Ai është Samedu, zotëruesi, mbretëruesi dhe ai të cilit çdo krijesë i drejtohet për nevojat e saj. Është Allahu që nuk ka nevojë të ketë grua dhe fëmijë.
Me Allahun nuk barazohet apo përngjason askush. Allahu është i vetmi që meriton adhurimin me përunësi, madhërim dhe dashuri. Ringjallja e tokës pas vdekjes së saj është provë që Allahu i lartësuar ka për t'i ringjallur krijesat pas vdekjes së tyre, për t'i shpërblyer me drejtësi sipas punëve të tyre. Ushqim për robërit njerëzit, dhe ne me shije ringjallin tokën visin e vdekur, e kështu do të jetë edhe dalja prej tokës, ringjallja. U tefsiru sure Kaf, ajet 10. Pas tyre kanë mohuar populli Nuhut edhe banorët e Resit dhe Themudi. Para tyre mohuan populli Nuhut, banorët e Resit, populli i Themudit, Adi, Faraoni, vëllezërit e Lutit, banorët e Ekes dhe populli i Tubejt. Pas përmendjes së disa shenjave të mëdha, Allahu i lartësuar u tërheq vërejtjen njerëzve, duke u kujtuar ndëshkimet që goditen mbi popujt e mëparshëm, të cilët shpërfillën shenja dhe porositë e tij. Ai këshillon ata që të mos vazhdojnë në mohimin dhe shpërfiljen e librit dhe profetit e tij, që të mos ndeshkohen si popujt e hershëm. Allahu i lartësuar përmend disa nga këta popuj dhe profetet e tyre. Kështu profeti Nuh u refuzua nga populli i tij. Populli i Themudit refuzoi profetin Salih, populli i Adit mohoi profetin Hud, vëllezërit e Lutit refuzuan profetin Lut, banorët e Ekes refuzuan profetin Shuaib. Edhe banorët e Tubejt refuzuan profetet e tyre. Tubejt quhej çdo mbret që sundonte në Yemen në kohët e shkuara para Islamit. Allahu i lartësuar nuk na tregon për emrin e profetit që u dërgua në popullin e Tub, Bet, por na tregon që ata e mohuan atë. Të gjithë mohuan profetet, prandaj merituan dëshkimin tim. Të gjithë këta popull refuzuan profetet që Zoti dërgoi ndër ta, prandaj merituan dëshkimin e paralajmëruar të tij. Për këtë arsye, edhe ata që mohonin udhëzimin e profetit Muhammed nuk ishin më të mirë se popujt e ndeshkuar më herët, ashtu si edhe profeti Muhammed nuk ishte më pak i vlefshëm se profetet e dërguar para atij. Prandaj edhe ata i priste njëjtin dëshkim, nëse vazhdonin të bënin të njëjtin krim. Pastaj Allahu i madhruar u sjell një provë tjetër, që të bindën plotësisht për fuqinë e tij të plot për të ringjallur krijesat. Dhe Adi dhe Faraoni dhe vëllezërit populli e Lutit. U tefsiru sure Kaf, ajet 12. Edhe banorët e Ekes dhe populli i Tubas, të gjithë ata i kanë përgënjeshtruar pejgamberët dhe ndaj tyre u së ndërtua dënimi im. U tefsiru sure Kaf, ajet 12. Vallë, mos jemi lodhur në gjatë krijimit të parë. Jo, por ata dyshojnë në krijimin e sërishëm. Vallë, a mos u lodhëm ne me krijimin e parë? Piçëditë e kuptimi, vallë, a mos e patëm të vështirë krijimin për herë të parë, që të mendoni se rikrijimi është i pamundur? Piçëditë se jo, sigurisht që nuk është kështu. Asgjë nuk është e pamundur për pushtetin absolut të sunduesit të gjithësisë. Ai që i krijoi ata për herë të parë nga hiçi, është i plotfuqishëm për t'i rikthyer në jetë, edhe pse do të jenë bërë dhe. Jo, por ata kanë dyshim për krijimin e ri. Jo besimtarët vazhdojnë të kenë pasiguri, megjithëse ajo është e pakuptimtë, sepse ai që krijoi gjithçka nga hiçi, është i plotfuqishëm dhe i gjithditur që t'i rikrijojë ata nga mbetjet e tyre në tokë. Edhe logjikisht, rikthimi i tyre në jetë është më i thjeshtë për t'u arritur, sikurse thotë i lavdruari në një ajet tjetër, dhe është ai që e fillon krijimin dhe pastaj e përsërit atë, dhe ajo përsëritja është edhe më e lehtë për të. Atij i takon për shkrimi më i lartë në qiell në tokë dhe ai është ngallënimtari i urti. Prunë 27. Na e kemi krijuar njeriun dhe na dim çka i përshpërit shpirti atij, se ne me dijenin tonë jemi më afër se damari i tij i qafës. Ne e kemi krijuar njeriun dhe ne dim se shpërshpërit ai në vetvete. Ne jemi më afër tij se damari i qafës së vet. Allahu i madhruar na tregon se ai është i vetmi krijues dhe është ai që e krijoi njeriun. Ai është i gjithditur për atë që ka krijuar. Madje, Allahu din e hollësi edhe atë që njeriu përshpërit në veten e vet. Ai di atë që e shfaqim dhe atë që e mbojmë fshehur. Allahut nuk i fshihet asgjë në qiell dhe në tokë, sado e vogël të jetë ajo. Ai është mbikëqyrësi, gjithshikuesi, dëshmuesi i gjithçka që ndodh në gjithësinë, që vetë krijoi. Askush nuk mund të jetë më i ditur për krijesat sesa Allahu, që i krijoi ato. Allahu është pranë njerëzve, madje më pranë se sa damari i qafës së tyre. Kjo duhet të forcojë tek në ndjenjën e drojës dhe edukatën me krijuesin tonë. E si mund të ndihesh ndryshe, kur ndjen kaq pranë shikimin e atij që di të shfaqurën dhe të fshehurën, që di dhe sheh çdo mendim që vërtitet në shpirtin e njeriut. Piçëdicaj të sheh në çdo gjendje, në çdo kohë dhe kudo që të jesh. Kjo duhet ta na bëjë të kemi turp dhe të mos lejojmë që Allahu i lartësuar të na gjejë duke vepruar, folur apo menduar keq në kundërshtim me udhëresat e tij. Dhe nga të dy engjëjt të cilët i rrinë atij nga ana e djathtë dhe e majtë. Dy melek qëndrojnë pranë tij, në të djathtë dhe në të majtë. Njeriu duhet të kujtojë vazhdimisht edhe praninë e dy melekëve të nderuar, që i qëndrojnë njëri në të majtë dhe tjetri në të djathtë, për të shkruar çdo fjalë e vepër të tij. Ai duhet ta respektojë praninë e tyre, duke mos e lejuar veten në fjalë dhe vepra jo të denja për besimtarin dhe që nuk e kënaqin Zotin e botës.
Asnjë fjalë dhe vepër nuk u shpëton këtyre shkruesve desnik të Zotit të botëve. Dhe ai nuk e thot asnjë fjalë e që pranë tij të mos jetë ai që mbikëqyr. Njeriu nuk thot ndonjë fjalë pa pasur pranë një regjistrues të gatshëm. Çdo fjalë o vepër, e mirë apo e keqe, shëno, het nga melekët. Meleku në të djathtë shënon fjalët dhe veprat e mira, ndërsa meleku në të majtë shënon fjalët dhe veprat e këqija. Këta të dy janë gjithmonë dhe kudo të pranishëm me njeriun në çdo gjendje të tij. Në një ajet tjetër, i lartësuari thot, padyshim, mbi ju qëndrojnë rojet. Ata janë shkrues të ndeshëm. Ata din gjithçka që bën ju. I Fitar 10:12. Mundimet e vdekjes do të arrijnë me siguri, kësaj nuk mund t'i iksh. Kur të vijë agonia e vdekjes me të vërtetën, robi do t'i thuhet, kjo është ajo se cilës i largoshe. Ky është një kërcenim për çdo mohues apo negligjent ndaj të vërtetës. Allahu i lartësuar na kujton momentin kur agonia e vdekjes afrohet për ta përjetuar me të gjithë dimensionin e saj. Në ato çaste, çdo kujt do të shfaqet realiteti i pamohshëm i ahiretit. Askush që përjeton ato çaste nuk mund ta mohojë edhe as të shpëtoj prej saj. Gjatë jetës së dynjas, çdo kush i friksohet këtij momenti, por përpara vjen një ditë më e vështirë, dita kur i fryhet surit. Dhe do të fryhet në sur, kjo është dita e premtimit. Ditën kur të fryhet surit, ajo do të jetë dita e dënimit. Ajo është dita kur kriminalet jo besimtarë do të ballafaqo, e me atë që u kërcënuaj, ndërsa besimtarët do të shohin shpërblimin që u është premtuar. Dhe çdo njeri do të vijë, e me të ka krahas dhe dëshmitar. Çdo njeri do të vijë bashkë me shoqëruesin dhe dëshmitarin vet. Çdo njeri, atë ditë, do të shoqërohet nga dy melek. Njeri është meleku që e përcjell drejt vendqëndrimit të ditës së Kiametit, prandaj askush nuk mund të shmanget e të mos shkojë në këtë vendqëndrim të frikshëm. Meleku tjetër është dëshmitari, i cili ka ruajtur me besnikëri të gjitha veprat e robit dhe do të dëshmojë me vërtetësi. Atë ditë dalin e pa veprat e mira dhe të këqija, që tregon për drejtësinë dhe për kujdesin e madh të Allahut të lartësuar për krijesat. Ai u ruan të gjitha veprat e tyre dhe do t'i shpërblej me drejtësi dhe bamirësi për to. Ky është një fakt që njerëzit duhet ta kujtojnë vazhdimisht, por shumica e tyre rrin negligjent dhe të papërgatitur, siç thotë i lartësuari më pas. Ti, me të vërtetë, ke qenë i pakujdesshëm për këtë momentin e vdekjes, andaj ta kemi ngritur perden e syve dhe shikimi i sot është i pret. Ti do t'i thuhet njeriu ke qenë i papërgatitur për këtë ditë. Kështu i thuhet ditën e Kiametit çdo mohuesi që i kthen shpinën udhëzimit të Zotit. Këto janë fjalë të ashpra dhe poshuese. Pra, ti ishe ai që mohoi këtë të vërtetë dhe nuk u përgatite për të. Ne tani po ta heqim perden. Tani po ta heqim perden e zemrës dhe të syve, që ta shohësh dhe ta vuash atë që e ke mohuar dhe shpërfillur. Për shkak të perdes së mohimit, që të mbuloj zemrën, gjumi ju që i thellë dhe shpërfilja së vërtetës u bë e vazhdueshme. Kështu që, erdhi koha që tani ta përjetosh gjithçka realisht dhe shikimi i sot është shumë i qartë. Kuptimi, se do të shohësh mirën dhe ndeshkimin që të pret. Ky ajet mund të merret edhe si këshill që Allahu i lartësuar i drejton robit në këtë dyna, që ai të udhëzohet. Robi në dyna është shpërfillës i kësaj të vërtete dhe do të përmendet vetëm kur të vijë dita e premtuar. Por ajo ditë është koha ku asgjë nuk të bën me dobi dhe ku nuk mund të arrish me gjërat që i ke lënë të ikin. Për këtë arsye, le të nxitojnë të meçhurit për të bërë punë të mira, duke zbatuar udhëzimet e Zotit të tyre të dashur dhe të mëshirshëm, para se të vijë dita ku nuk bën me dobi asgjë. Ky është një paralajmërim i hapur që njeriu të marrë masat për të shpëtuar në shkimit të përgatitur për jo besimtarët dhe shpër fillësit të udhëzimeve të Zotit. Shoku i tij do të thotë, ky pranë meje është i gatshëm. Shoqëruesi i tij prej melekëve do të thotë, ky. Libri i punëve të robit në dorën time është gati. Meleku shoqëruesi i këtij mohuesi, të cilën Allahu i lartësuar e ka ngarkuar me detyrën e ruajtjes së robit dhe të veprave të tij, do ta sjellë robin në sheshin e gjykimit dhe do të tregojë regjistrin e veprave të tij, me qëllim që gjykimi të jetë i drejtë. Për ata që meritojnë zjarrin, thuhet, hidheni në zjarr çdo mohuesi naçi. Hidheni në xhenem çdo mohues kryeneç. Allahu i lartësuar dhe i drejti i ka përshkruar këta njerëz me disa cilësi. Së pari, ata janë mohues të betuar të së vërtetës, por ata janë edhe arrogant, të kryeneç ndaj argumenteve të Allahut dhe atyre që e përhapin atë, duke bërë vazhdimisht gjinohe pa drejtësi. Penguesi të mirave, që ka lënë kufirin dhe i cili dyshon në fe. Që ka qenë penguesi i mirësisë, i pa drejtë dyshues. Ata janë pengues të mirësive. Mirësia më e madhe që ata janë ndalojnë vetes dhe të tjerëve është besimi tek Allahu, melekët, librat dhe profetët e tij. Ata janë pengues të mijave që mund t'i kryejnë me trupin dhe me pasurinë e tyre. Përveç kësaj, ata janë shumë agresiv dhe të padrejtë ndaj robërve të Allahut. Ata janë,
Gjithashtu, dyshues dhe mosbesues ndaj premtime vetë Allahut të lartësuar. Siç kuptohet, këta lloj njerëzish nuk kanë as iman, as ihsan. Ata i ka pushtuar kufri dhe urrëtia për të vërtetën dhe pasuesit e saj. Ata kanë dyshime të shumta rreth të vërtetës që ju paraqitet dhe janë kopratës. Ç'është më e keqja, ata adhurojnë iduj krahas Allahut të lartësuar, i cili, pos Perëndis, beson në Zot tjetër, andaj i dhat në dënimin më të rënd. Atë që, krahas Allahut, adhuron të zotat e tjerë, idheni në ndëshkimin më të rënd. 2 melekëve shoqërues u japet ulëri, idheni të përbuzur në ndëshkimin më të madh, më të shëmtuar dhe më të frishëm atë person që, krahas Allahut e vetëm dhe të lartësuar, adhuron të idhuj, të cilët nuk ishin të aftë të bënin keq apo mirë, as për veten e tyre as për të tjerët, idhuj që nuk mund të merrnin dhe as të japnin jetë. Shoku i tij do të thotë, o Zoti ynë, unë nuk e kam mashtruar atë, por ai vetë ka qenë në humbje të madhe. Ndërsa shoqëruesi i tij, prej shejtanëve do të thotë, Zoti ynë, atë nuk e largova unë prej rrugës së drejtë, por ai ishte vetë në humbje të largët. Kur afrohet ndëshkimi, shejtani që e ka shoqëruar në dynja, duke dashur të distancohet dhe të shfaqsohet, thotë, Zoti ynë, atë nuk e devijova unë nga rruga e drejtë, sepse unë nuk isha pushtet mbi të, ashtu si nuk isha fakte dhe argumente. Ai e përqafoi vetë rrugën e humbjes dhe gjeti prejjen e të. Ai u largua nga e vërteta me zgjedhjen e tij të lirë. Në një ajet tjetër të Kuranit, fjalimi i të mallkuarit në xhenem përmendet me i plot, kur gjithçka të jetë vendosur, shejtani do të thotë që Allahu që ju kishte bërë premtimin e vërtetë. Edhe unë ju prem, tova, por unë nuk e mbajta premtimin. Unë nuk pata fuqi imponuese ndaj jush, përveç se t'ju bëja thirrje, por ju më dëgjoni. Për këtë arsye, mos më çortoni mua, por çortoni veten. Unë nuk mund të jem shpëtimtari juaj, as ju nuk mund të jeni shpëtimtarët e mi. Unë distanco e nga shiku juaj në të shkuarën. Nuk ka dyshim, jo besimtarët kanë një dënim të dhëmshëm. Ibrahimi 22. Ndërsa besimtarët vepër mirë, që jetuan dhe punuan sipas besimit të tyre, janë larg këtij fjalimi të shëmtuar dhe dëshpërues. I lartësuari i thotë, ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira vendosen në kopshte, nëpër të cilët rrjedhin lumen, ku do të jenë përgjithmonë me lejen e Zotit të tyre. Përshëndetja e tyre atje është selam. Ibrahimi 23. Por polemikës së dëshpëruar mes banorëve të xhenemit, Allahu i lartësuar i përgjigjet. Atyre Perëndia do t'ju thotë, mos u grini para meje, unë ju kam lajmëruar premtimin dënimin. Mos u grini para meje, se unë ju kam paralajmëruar me kohë. Kuptimi, nuk ka asnjë dobi nga kjo polemike dëshpëruar para meje, sepse ju jeni paralajmëruar me kohë, para se të meritonit këtë dënim. Profetët e mi erdhën tek ju me shenja e mrekullit të qarta, me arsyetime dhe argumentime bindëse të pakundërshtueshme. Askush nuk mund të justifikohet tani para meje, sepse çdo gjë e tillë tani është e pavlefshme. Tashmë për ju flasen vetëm veprat tuaja, për të cilat duhet të jepet shpërblimi i merituar. Fjala ime nuk ndryshohet dhe unë nuk jam zullumçar i robërve të mi. Vendimi im nuk ndryshon tashmë. Unë nuk jam i padrejtë me robërit. Gjykimi i Zotit të gjithësisë nuk mund të kthehet pas apo të kundërshtohet, sepse gjykimi i tij është i vetë gjykimi i drejtë. Kujdes. Edhe ky lajm i madh nuk mund të mohohet, sepse askush nuk jep lajm me të vërtetë se Allahu i lavdëruar. Llogaria e të lartësuarit është me drejtësi. Ju do të shpërbleheni për atë që keni bërë vetë, mirë apo keq qoftë. Nëse keni punuar mirë, ai ju ashton të mirat nga bujaria e tij. Nëse keni punuar keq, do të merrni me drejtë të plot atë që meritoni. Të mirat nuk do t'ju lihen pa u shpërblyer, ndërsa të keqijat nuk do t'ju shtohen. Në ditën kur do ta pyesin xhenemin, a më mbushe? E ai përgjigjet, a ka edhe më? Allahu i lartësuar i frikson robërit e tij, duke thënë, a dite, ne do t'i themi xhenemit, a më mbushe? Aq të shumë do të jenë ata që do të tërhiqen zvarr deri në xhenem, saqë xhenemit do t'i thuhet, a më mbushe? E si përgjigjet xhenemi? Ndërsa ai do të thotë, a ka edhe më? Xhenemi do të kërkojë shtesë, që të përpi me zemërat sa më shumë jo besimtar dhe të pabindur ndaj Zotit. Ai vlon nga urrëtia për ata që meritojnë dënimin e të drejtit dhe të madhruarit. Allahu i madhruar ka paralajmëruar se do ta mbush xhenemin plot, siç thot në një ajet tjetër, sikur të kishim dashur, çdo kujt do t'i kishim dhe mozimin e plot, por fjala ime do të vërtetohet, do ta mbush xhenemin me gjendje e njerëz së bashku. Se gjë 13. Xhene, mi do të vazhdoj të kërkoj shtesë, derisa Zoti krenaris dhe madhështisë të vendos mbi të këmbën e tij, e cila nuk i përngjan asgjë dhe asgjë nuk i përngjan asaj. Atëherë, xhenemi do të digjet brenda për brenda vetes dhe do të thotë, mjaf. Mjaf. U mbusha. U qetësova. Xheneti do t'u ofrohet besimtarëve, jo larg. Besimtarëve të devotshëm do t'u ofrohet xheneti pranë. Xheneti do t'u ofrohet aq pranë, saqë besimtarët do mund të shohin lehtësisht mirësitë që ndodhen në të.
Ai afrohet për hir të devotshmërisë së tyre ndaj Zotit, duke ju larguar shirk, u të madh dhe të vogël, duke zbatuar urdhrat dhe duke ju larguar ndalesave të Zotit. Duke ju uruar mirëseardhjen, atyre u thuhet: Kjo ju është premtuar, çdo kujt që është penduar dhe ruajtur nga kalimi i kufirit. Ky është premtimi për çdo të penduar, nga gjinohet që ka përmbushur. Desni, kërish detyrimet, kuptimi, xheneti, që po e shihni tashmë kaq pranë, me bukuritë që i pëlqen shpirti e syri, është ai që Zoti premtoi për besimtarët që kanë patur disa cilësi. Së pari, ata janë penduar te Zoti i tyre në të gjitha kohët dhe gjendjet, duke i shprehur atij dashurinë e madhe për të, që kalon çdo lloj dashurie. Ata e kanë shprehur pendimin e tyre duke e kujtuar Allahun me adhurime që e kënaqnin atë, duke ju lutur atij, të mbushur me droja madhërim për ngallënimtarin e plot fuqishëm dhe me shpresë të madhe për faljen dhe shpërblimin e bujarit të gjithë mëshirshëm. Ata kanë qenë gjithmonë të kuj, deshëm në ruajtjen e kufive të Zotit. Ata i kanë plotësuar porositë e tij me sinqeritet dhe në forme më të plotë të mundshme. Këta besimtar kanë patur edhe el hashjetohës së droj, siç thotë i lartësuari, i cili frikohet prej Perëndis edhe atëherë kur nuk e sheh kush dhe i cili vjen me zemër të kthyer ka Perëndia. Që i është ruajtur të gjithë mëshirë, shmit edhe atëherë kur nuk e shih të kush. El hashjeto është droja e bazuar në dijen e plotë rreth Allahut, e cila është e shoqëruar me shpresën për mëshirën e tij. Pra, ata e kanë patur frikë Zotin e tyre, sepse e njimin atsaktisht përmes burimeve të sakta të diturisë rreth tij, por frika e tyre ishte përzier me një shpresë të madhe për mëshirën, faljen dhe shpërblimin e të gjithë mëshirshmit. Por këtu duhet teksuar një tipar shumë i rëndësishëm, ata kanë patur frikë Allahun jo vetëm aptazi, por edhe kur njerëzit e tjerë nuk i shihnin. Kjo është el hashjetu e vërtetë, sepse ai që tregohet se ka frikë Zotin vetëm në praninë e njerëzve, ai nuk është i sinqertë, dhe këtë mund ta bëj për famë dhe dukje. Ky ishte njëri nga kuptimet e ajetit, ndërsa kuptimi tjetër është ai që i është ruajtur të gjithë mëshirshmit fshehtazi, pra, që e besoi dhe pati frikë Zotin, edhe pse nuk e pa atë haptazin e dynja. Ai e besoi Allahun sikurse besoi në çdo gjë të fshehtë, që nuk e sheh haptazi dhe që është kthyer tek Allahu me zemër të penduar. Cilësi tjetër e tyre është që kthehen gjithmonë me pendesë, bindje dhe përunjësi tek Allahu i Madh, ruar. Ata i shpenzojnë të gjitha energjitë e tyre për të kënaqur Zotin. Këtyre robër, vetë të devotshëm dhe vepërmirë u thuhet atyre, hyni në të xhenet, në qetësi e mirësi, kjo është dita e përhershme. Hyni në xhenet në paqe dhe të sigurt. Hyni të shoqëruar me paqe dhe të ruajtur nga çdo gjë e keqe. Atje do të jeni të sigurt nga çdo gjë që i frikësoni. Atë nuk do të kenë fund mirësitë dhe lumturia juaj, nuk do të ketë lodhje, trishtim dhe asnjë lloj shqetësimi për ju. Kjo është dita e përjetësisë. Kjo është dita pas e cilës nuk ka vdekje, nuk ka fund dhe as mundime dhe trishtime për të devotshmit. Në të do të kenë çka të duan, e prenjesh edhe më shumë. Atje kanë çfarë të dëshirojnë, por prenjesh ka edhe më shumë. Të devotshmit do të kenë atje çfarë të dëshirojnë, madje edhe më shumë se kaq. Ata do të kënaqen me mirësitë që Mëshiruesi u ka premtuar, mirësi që as syri nuk i ka parë, as veshi nuk i ka dëgjuar dhe as zemra nuk i ka ndëruar. Madje do të kenë edhe më shumë se kaq. Atje do të shohin fytyrën e Allahut bujar dhe të lartësuar dhe do të lumturu, duke dëgjuar fjalën e tij. Ata do të kënaqen përjetësisht me praninë e Krijuesit të gjithësisë. E lutim Allahun e lartësuar të na bëj prej tyre. Sa gjenerata i kemi shkatëruar par tyre, duke qenë ata me të fortë se Kurreshi dhe ata brendin në për tokë. A ka mund të gjejnë strehim? Pe çuditse. Allahu i lartësuar u drejton një kërcënien të gjithë idhujtarëve, që mohojnë dhe nuk pasojnë udhëzimin e sjell prej profetëve, sa breza kemi shkatëruar para tyre, të cilët ishin shumë më të fortë me të pushtetshëm se këta. Sa popull kanë kaluar para këtyre, të cilët ishin edhe më të fuqishëm dhe të pushtet, shumë se këta të sotme. Ata lanë gjumë të shumta, me të dukshme dhe me të mëdha në këtë botë. Ata u prapën e për tokë, por a gjetën shpëtim. Për çuditse ata pushtuan shumë vende, ndërtuan kështjella e ndërtesa të larta, me plantacione dhe lumen. Por ata prapën edhe shkatërimin. Kështu, kur muan profetet e Zotit dhe shpërfillën udhëzimet e tij, ata u goditën nga ndëshkimi rënd e poshtrues. As pushteti dhe pasuria, as fëmijë dhe ushtritë e tyre nuk mundën të shpëtonin nga vdekja dhe ndëshkimi të madhruarit. Asgjë nuk mund ta ndalonte ndëshkimin e të plot, fuqishmit mbi ta. Kësaj, le të shërbejnë ata si shembull për çdo brez që vjen në këtë botë. Me të vërtetë, për të gjitha këto ka këshill për atë që ka mend ose që dëgjon e që është i përqendruar. Të gjitha këto janë fakte për cilindo që ka zemër, që dëgjon me vëmendje dhe dëshmon. Këto fakte janë të vlefshme për çdo njeri që ka zemër të gjallë, të madhe, të pastër e të shëndetshme. Të tillë njerëz, kur dëgjojnë faktet e Zotit, reflektojnë, kujtojnë, nxjerrin mësime dhe lartësohen në gradat e Zotit tyre.
Këto fakte janë të vlefshme edhe për njerëzit që i dëgjojnë me vëmendje ato, të përqendruar me zemrën e tyre. Për të gjithë këta, ky Kurani është mësim, shërim, kujtim, udhëzim dhe mëshirë. Ndërsa ata që i kthejnë shpinën udhëzi, mit dhe nuk i vënë veshin ajeteve të Zotit, ata nuk përfitojnë gjë prej tyre. Të tillët nuk e pranojnë udhëzimin dhe urësia e Allahut nuk e ka përcaktuar që ata të udhëzohen. Ne kemi krijuar qiellin dhe tokën dhe çdo gjë që gjendet mes tyre për 6 ditë periudha kohore, dhe nuk ka përshkoj kurfar lodhje. Ne krijuam qiellin dhe tokën dhe gjithçka që gjendet ndërmjet tyre brenda 6 ditësh. Allahu i lartësuar na tregon për pushtetin e tij madhështor dhe të padiskutueshëm me të cilën i krijoi të gjitha krijesat. Ai i krijoi ato për 6 ditë. Dita e parë e krijimit ishte e diela dhe e fundit ishte dita e gjuma pa ndjer as pak lodhje. Me gjithë madhështinë e këtyre krijesave, Allahu i lartësuar nuk pati lodhje dhe as pak vështirësi. Atëherë, ai që i bëri këto krijime madhështore pa asnjë vështirësi dhe lodhje, ai është i plotësueshëm që t'i ringjallë të vdekurit. Andaj, duroj atë që e thon ata dhe madhëroje Zotin tënd, dhe falenderoj atë para linjës së diellit dhe para muzgut. Por ti je i durueshëm ndaj fjalëve të tyre dhe madhëroje Zotin tënd në agim dhe në muzg. Edhe në një pjesë të natës madhëroj atë, ashtu si edhe pas namazeve. Je i durueshëm ndaj fyrje, veç të bëjnë, si edhe ndaj mohimit të fesë që solle prej Zotit tënd. Përqendro në adhurime dhe të spi për Zotin tënd, në fillim të ditës dhe në fund të saj. Po kështu vepro edhe gjatë natës dhe në përfundim të çdo namazi. Pa dyshim, kujtimi dhe angazhimi me adhurimin e Allahut e ngushëllon dhe i sjell qetësi shpirtit. Adhurimet e lehtësojnë dhe forcojnë durimin, dhe madhëroj atë në një pjesë të natës dhe pas kryerjes së namazit. U tefsiru sure Kaf, ajet 39. Dhe përgjoj e ti, ditën kur thërit si engjëlli therrët prej vendit të afërt. Dëgjoj thirrsin kur ai të thrasë nga ndonjë vend i afërt. Dëgjoj me zemrën tënde kur Israfili ti fryj surit. Kjo do të ndodhë në një vend pranë krijesave, jo larg tyre. Ditën kur ata do ta dëgjojnë zërin e vërtetë, ajo do të jetë dita e daljes vinxhaljes. Dita kur të dëgjohet thirrja për të vërtetën është dita e daljes. Atë ditë, të gjithë do ta dëgjojnë atë të rëqethës, që lajmëron për të vërtetën, që është dita e llogarisë. Kjo është dita e daljes nga varret. Vetëm i madhruari është ai që ka pushtetin për të bërë ringjalljen, as kush tjetër. Prandaj i madhruari thotë: Na, me të vërtetë, japim gjallëri dhe japim vdekje dhe te ne është kthimi. Sigurisht, ne japim jetën dhe vdekjen dhe vetëm tek ne është kthimi. Vetëm Allahu mund të japë jetën dhe vdekjen dhe të gjithë tek ai do të kthehen një ditë. Ajo është dita kur toka do të qahet, që prej saj të dalin ata që janë varrosur në të, siç thot i lartësuari. Në ditën kur toka do të qahet e të dalin ata me nxitim, kjo është ringjallja, por ne kjo është lehtë. Ditën kur toka të qahet e ata të ngutën për të dalë. Të vdekurit do të dalin me nxitim nga varret e tyre, për të shkuar në vendin ku do të gjykojnë. Ai që i krijoi dhe u dha jetën, ai u solli edhe vdekjen, dhe në ditën e caktuar do t'i të bëj para tij, për llogarinë dhe shpërblimin me drejtësi. Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka, tubimi do të jetë i lehtë për ne. Kjo është diçka e thjeshtë për të plotfuqishëm dhe nuk e lodh as pakat. Na di mirë çka thon ata, e ti nuk je ai që i shtrëngon ata të besojnë, por këshilloje me Kur'anin atë që i duan premtimit dënimit tim. Ne e dim shumë mirë se çfarë thon ata. Allahu i lartësuar ka dijen të plot rreth çdo fjale me të cilat të ditarët të mundojnë ty. Por mjafton që ti, o i dërguar, të kujtosh kujdesin tonë të madh për ty, lehtësimin e punëve të tua dhe fitoret që të kemi dhuruar kundër armiqve të tu, në mënyrë që zemra jote të gëzohet dhe shpirti yt të gjej preje dhe qetësi. Kujtoje faktin që Allahu i lartësuar është më i mëshirshëm dhe më i dashur për ty se sa ti për veten tënde. Për ty nuk mbetet gjë tjetër, veç se të plotësohet premtimi i Allahut dhe pasimi i traditës së profetëve me të zgjedhur, ndërsa ti nuk mund t'i detyrosh të. Ti nuk e fuqi detyruese mbi ta. Ti nuk mund t'i bësh ata të besojnë. Ti je thjesht në këshillues dhe kujtues. Ti kujto me këtë Kur'an atë që i druhet kërcënimit tim. Kujtimi bëhet për diçka që është e njohur dhe e pranuar nga natyra njerëzore. Njeriu kujtohet që të bëj ato vepra që janë të mira dhe që natyra e pastër e tij i pranon si të tilla. Por ata që kujtohen realisht janë ata që i friksohen kërcënimit e Allahut të Madhruarit. Ndërsa për ata që nuk i friksohen Allahut nuk bën dobi asnjë lloj kujtimi e këshille. Këtyre njerëzve, kujtimi thjesht u vlerëson justifikimin ndaj Zotit, prandaj ditën e gjykimit nuk mund të thonë që nuk binin gjë. Ky ishte edhe fundi i tefsirit të surës Kaf. Falënderimi i takon Allahut të lartësuar, në fillim dhe në mbarim, Abtazi dhe Fshetazi.